shkoj me postimin e radhës, ku keni shkruar në shumë raste të cilat të ndodhin sot në jetë, ngushlimi i zemrës nuk të thotë tjetër vetë se elhamdulillah që ka një ditë të madhe ku njerëzit do të llogaritin dhe çdo gjë të delë në shesh. Kjo edhe unë shpesh më ndodh. Shembull të kanë bozullum dikush, të ka përgoju, të ka shat, ka veç kur e paramenon, elhamdulillah thu që ka ditë gjykimi. Ka marrë dita, si cili ka me marrë hakun e vetë. Kjo t'jep të kuptosh që jo gjitha gjërat që mund të ndodhin në dunja, do dalin në shesh. Mund të ndodhin padrejtësi, akuza, fajsime, gjithçka. Dhe në fund ka mundësi që nuk dalin në shesh. Dhe ti e di, ti e ai i fajsuari. Bile dhe krimet rënda. Deri në shkallën më të lartë. Prej fjalëve, prej një shpifje, deri në vrasjet e mëdha. Tamam? Mirë po. Ti mund t'jesh ajo pala e dëmtuar. Ti mund t'jesh pala e akuzuar. Ti mund t'jesh pala e fajsuar. A do dalin krejt? A do sqarohen? Se e ke në shumë raste do vije dita. Do dalin në shesh. Po, në disa raste ndodh vjen dita edhe kuptohet që filanis pas ka qenë gabim. Këta që e kanë akuzu, vjen dita. Po në disa raste nuk vjen dita hiç. S'vjen dita hiç. Domethënë ajo dita që ti shfajsohesh, nuk vjen në dunja. E çka duhet me botash? Them elhamdulillah. Elhamdulillah. Ka një ditë madhe. Se ti në dunja, është shumë e lehtë. Ndoshta ti mban dam, unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ti mban pa drejtësi, unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ti m'akuzon, shpif, e mrandon, po unë s'jam gjendje me ta kthy. Ndoshta ka shumë njerëz, sidomos neve apo njerëz të cilët janë publik, ka shumë raste që njerëz flasin. Dhe ti si e në gjendje me ja kthy krejtve. As nuk mundesh mu marrë me krejt, as nuk mundesh për çdo gjë ti me dal me mbrojt vetveten ose me shfajsu vetveten. Dhe në fund çfarë? Alhamdulillah. Ka një ditë madhe, megjithse disa gjëra kuptohen në dunja. Vjen momenti, ndoshta kalon një vit, dikush ty të ka ofendu, të ka randu, të ka bën ndonjë dëm, ka mendu që ti ose i kanë marrë informatat e gabume, ka mendu kundër teje, pas një kohë kupton, jo vëlla, nuk është e vërtet. Nuk ka qenë ashtu, po si ka qenë ndryshe, vjen edhe thot ma ban halal. Po. A u kri elhamdulillah. Ne raste të atilla kemi plot. Sa për njerëzve kanë thonë, o gjona se kemi ditë, ne e ban halal. Po halal e kjo vëlla, elhamdulillah. A di pse? Se unë e kam ditë që ju se keni ditë. Unë e kam ditë. Po, unë e kam ditë, domethënë se ti ke marrë informata prej anëve të cilët kanë fjalë të kota dhe nuk kanë të argumentuar asgjë, dhe ti e ndiku prej atyre muhabeteve dhe në atë frymën e zhurmës ke marrë pjesë. Mirë, po e ke kuptu, elhamdulillah, ne e ban halal. Halal e ki. Kjo ndodh, po nuk ndodh çdo herë. Në disa raste ndodh që dikush i ban krejt këto, edhe në fund, kur nuk thot ma ban halal. Kur? Dhe ndoshta vjen vdekja dhe ai vdes edhe ti vdes, pa lip fali asnjëherë. Dhe ai vdes me mendimin që ti ke qenë gabim. Tamam? Ti vdes me mendimin që ai ka qenë gabim. Dhe në fund, elhamdulillah, ka një ditë madhe, ka ahiret, elhamdulillah, nëse unë jam gabim, ka ahiret, nëse ti e gabim, ka ditë gjykimit, do të dalim para Allahut azza wa jall, a ditë që drejtësia është absolute, a ditë që ma nuk ka me ndërhi dikush, a ditë që ma nuk ka me thonë, valla i kam thonë, jo valla unë nuk i kam thonë, jo, a ditë ma nuk ka mënyra të tjera të ikes, a ditë çdo gjë do të vije në vendin e vet, dhe ne kur jemi sidomos të fajsuar, të randuar, çka themi? Elhamdulillah. Ani, le të flasi. Ani, le të randoj. Ani, le të akuzoj. Në fund, ka dy gjykimi. Elhamdulillah, ndoshta krejt gjëra në dunja nuk do të pastrohen, edhe nuk pastrohen, mos shpreson dikush që do të pastrohen krejt. Nuk pastrohen. Shumë hall që kanë me met para atje. U pastron dunja. Elhamdulillah, pejgamberi s.a.s. ka thonë, ai i cili ka ndonjë padrejtësi me dikan dunja, falyatahallal minhu al-yawm. Le të marr halallëk sot, dunja është kollaj. Lipe halallëkun.
Se krejt kanë, edhe unë kam gabu. Absolutisht. Edhe ti ke gabu ndaj dikujt, se nuk ka njeri, nuk mundet me ndodh dikush Si ka na jetu në mendon. dunja 40 vjet, 50 vjet, 30 vjet, kur s'ke gabu ndaj kurkujt? E pa Jo, be ke gabu. Edhe unë e kam gabu. E di që kam gabu, në rregull. A ka ndonjë mënyrë atë gabimin? Ka mënyra. O vlla, ma ban halal se ndoshta ish Prano, momenti, ndoshta pa qëllim, ndoshta kam qenë nervoz dikun tjetër, Po, unë e kam di jam ka shpros te momenti ti. çaj me ty, e di nuk ama mujna mi pastru. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le ta pastron, le të lyp halallëk sot para se të vjen dita që nuk ka dinar edhe dirhem. Dirhem, po. Do të vjen dita e gjykimit. Son ndoshta e ban një shpagim dhe e ban një shfaqsim me 2-3 fjalë. Ditën e gjykimit s'ka ma ban halal. Ma ban halal se unë ja, u desh në dunja, ma ban halal. Ditën e gjykimit as dinar, as dirhem. Çka ka? Shpërblime edhe Shpagimi. pa. Ka sevape edhe gjuna. Në më thonë, unë Ka kam, sevape edhe gjuna. unë kam gjunahe, ti mi merr gjunahe, nëse jam i dëmtuari. Ose unë ti marr sevapet e tua. Po, ti ki fol gjithë Atëherë, natën. në bazë të asaj, ndahen edhe shpërndahen njëri tjetrit sevapet edhe gjunat. Pra ka thonë dikush për i dietarëve, nëse ashtu, më mirë do ja kisha dhënë dikujt babës vet. edhe nanës. Po, Po jo more pse t'ja filanit. Bashat që ti je në kundërshtim. gjithë natën Bash kum me fol atë që namaz, ti, po. e me ja dhon filonit, kundërshtarit. Ajo është. Ajo është. Po Allah megjithatë ne e dim domethënë që krejt gjërat nuk pastrohen në dunjë. Po, Mbetet diçka por ahiret, po në disa raste mbetet ngushëllimi vetëm. absolutisht. Mundosh nga njëra, mundosh nga ana tjetër, mundosh nuk gjen zgjidhje, ngushëllimi vetëm çka thot elhamdulillah që ka ahiret. Dhe ditë gjykimi.